Külmini veçme kadar. Külmini sa përgjith ne? Külmini se? Edhe ne është ne. Por sa votova këtu në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Prishtinës në Kryeqytet për legjislaturën e 10 të Kosovës. Sot është një ditë edhe bukur, edhe rëndësishme, i ftoj të gjithë qytetarët që ta ushtrojnë të drejtën, ta përdorin mundësinë për të përcaktuar për përbërjen e kuvendit të ardhshëm dhe uroj e besoj e punojmë që legjislatura e 10 të konstituoj sa më shpejt kuvendin e ardhshëm dhe njëkohësisht ta formoj qeverinë e re. I falenderoj të gjithë qytetarët për pjesëmarrjen në fushatat, pastaj për durimin, vëmendjen, angazhimin që kanë treguar dhe gjithashtu shpresoj që pjesëmarrja do të jetë masive, sepse pjesëmarrja masive reflektohet edhe në cilësinë e zgjedhjes, por edhe në legitimitetin e institucioneve. Gëzuar të gjithëve. Zoti Kurti, çfarë rezultati prisin dhe nëse do të jemi në rezultatin e zgjedhjeve kaluara, jeni hapur për koalicion? I just voted in the Faculty of Economics here at the University of Pristina in the capital town of Republic of Kosovo. Today is a beautiful and very important day. I call all citizens of Kosovo to use their right and to utilize this opportunity to decide on the 10th legislator of our country. At the same time, I want to emphasize that the campaign has been calm and substantive, and I want to thank all citizens who participated in this campaign for their patience and for their attention. But at the same time, I want to stress that a higher turnout of citizens means both higher quality of overall choice of the content of next parliament, but at the same time, more legitimacy for our institutions. Once the election result is known, we will do everything we know and can to have a constitution of the parliament as soon as possible and to proceed with the new government. Thank you to all and cheers. Thank you. Zoti Kurti, çfarë rezultati prisin dhe nëse do të kemi rezultatin e zgjedhjeve të kaluara, jeni të hapur ju për një koalicion dhe me cilën nga partitë opozitare? Unë kam ofruar koalicion në prilin dhe majin e këtij viti dhe ne jemi sot në zgjedhjet të parakoshme pikërisht pse u refuzua koalicioni. Andaj do të duhej që të kemi rezultat të qartë kësaj radhe, meqense shansa për koalicion iku pa fajin tonë. Gospodine Kurti, koja je poruka i kakva su očekivanja od ovih izbora? Danas je jedan veoma lep i važan dan
ja pozivam sve građane Kosova da upotrebljavaju svoje pravo i da također ne upropaste ovu šansu da odlučuju o 10. legislaturi naše države. Znači, svi građani Kosova što više da imamo izlazak svih građana, bez obzira na nacionalnu pripadnost i na zajednice, na pol i religiju, jer na taj način imat ćemo veći kvalitet izbora za buduću skupštinu, ali istovremeno imat ćemo i veći legitimitet institucija. Kampanja je bila uglavnom dobra i tiha. Ja se zahvaljujem svim građanima za strpljenje, ali također i na pažnju koju su imali za sve političke stranke. Mi ćemo se truditi sa svim što znamo i možemo da posle rezultata ovih izbora što prije formiramo skupštinu i novu vladu. Hvala vam i svako dobro. Miro Pofshin. Zoti Kurti, edhe një koment nëse mundeni.